duke lexuar dhe duke marrë një mesazh të shkurtër nga letra, në fakt nga letrat e Thesalonikësve. Se në qoftë se do t'i hynin më me shumë detaje, do të merrte shumë kohë. Tali, siç e dim, duke u kthyer pak edhe nga letra e parë, në fillim të letrës së parë, edhe nëse e vu të re ndërsa ne lexuam së bashku kapitullin e parë tek e dyta Thesalonikësve, letra e dytë pra, vum re që të krishterët në Salonik si thua po sulmoheshin me një lloj presioni, le të themi psikologjik, që ata jo vetëm që të largoheshin nga ose të fillonin dhe ta mençonin gjëra, por edhe të largoheshin nga fjala e Perëndisë. Disa mendojnë që kjo letra e dytë është shkruar jo shumë kohë nuk ka kaluar një kohë shumë e gjatë, disa mendojnë edhe disa muaj, nga letra e parë me letrën e dytë që Pali ka shkruar. Pali, siç duket, ishte goxha i shqetësuar për atë, për mbarvajtjen, le të themi, për mbarvajtjen e kishës atë, për qëndrimin e tyre në besim. Edhe Pali dëshironte që jo vetëm të qëndronin, se në fakt nuk ishte vetëm në sulm kishën, por në sulm ishte edhe fjala e Perëndisë, edhe e vërteta që po shpallose. Për shembull, neve tani e kemi fjalën e Perëndisë së shkruar për mesazhet edhe për situatat që neve ndodhemi, mund të ndodhemi, ne shkojmë tek fjala e Perëndisë për të marrë zgjidhje, për të marrë një këshill, për të marrë një mësim, ndërkohë që ata nuk e kishin. Kishin ndaj dhe Perëndia frymëzonte njerëz të ndryshëm për t'i dhënë dhe mësime atyre. Edhe Pali ishte një nga ata. Pali, edhe pse nëse ju kujtohet nga veprat e apostujve ose nga jeta e parë që ne kemi studiuar shumë kohë përpara, në fakt, Pali kishte edhe dhuntin edhe fuqinë që të shëronte, edhe një dy raste ai ngjalli njerëzit në të vdekur. Por kjo përsëri nuk ja hoqi shqetësimet Palit. Nuk ja ashtu e ngushëlloi, le të themi, por gjithmonë ai vepronte. Po të marrësh dhe në fakt dhe jetën e Jezusit, edhe po ta shikosh, nëse ju kujtohet me kur ai ngjalli nga të vdekurit Lazarin, dhe Lazarin ai e dinte, kur mori vesh për vdekjen e tij, ai e dinte që do ta ngjallë, e dinte se çfarë do bënte, e dinte shumë mirë, por përsëri qau për të. Edhe përsëri e ndjell atë dhimbje, sepse bota ku neve jetojmë i shkakton këto gjëra, të jetë dhimbjen, shqetësimin. Edhe jo vetëm për veten e vet, por e dinte që njerëzit e kuptonte dhe që njerëzit po i kalojnë për shkak të mëkatit. Çfarë po ndodh këtu? Pali i përshëndet tek dy vargjet e para, i përshëndet ata duke i thënë, shiko, Pali dhe Silvani dhe Timoteu, kishës së Thesalonikësve, në Perëndin Atin tonë dhe në Zotin Jezu Krisht. Çfarë kemi neve të përbashkët? Kemi Perëndin Atin tonë përmes Jezusit. Pra përmes Jezusit neve kemi shkuar në ose quhemi, le të themi, bijtë e Perëndisë. Edhe ne kemi atë privilegjin që t'i themi Perëndisë, jo vetëm Zot Perëndi, por Atë. Hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia Ati ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. Është një përshëndetje, një hapje e kësaj letre, dhe ne kemi për dëshirë
Të falenderojmë gjithë Perëndin për ju o vëllezër, sikurse është e drejtë, sepse besimi juaj po rritet shumë dhe dashuria e secilit për jush për njëri tjetrin po shtohet. Shëndet, fjalë e vërtet, ë? Kështu thot, që e kënë të vërteta këto fjalë. Ajo çfarë vihet të re të kjo pali nuk lë pa përmendur atë, le të themi, namin e mirë ose vlerat pozitive që fliteshin dhe fjalët e mira që ishin shpërndar për këta njerëz, për këta besimtar. Edhe thot, shiko thot, jo vetëm që neve gëzohemi, por neve dhe falenderojmë Perëndin për këto, për sjelljen tuaj, për besimin tuaj. Është diçka tjetër, është një gjë interesante që duhet marrë parasysh në besimin tonë si të krishterë, në besimin tonë tek Perëndia. Neve kemi, është pak si loj fjalësh në shqip, po. Është diçka tjetër ti besosh Perëndis dhe është diçka tjetër ti zesh bes Perëndis. Ti zesh bes Perëndis që Perëndia ose ti besosh Perëndis në kuptimin që ajo do të ndodhë, edhe Perëndia dëshiron të mirën, dhe se shpesh herë mund jemi gjendur përpara faktit ose përpara situatave ku neve jemi lutur Perëndis, edhe nuk kemi marrë përgjigje. Është diçka interesante që ndodh. Është interesante në mënyra se si neve shpesh herë gjendemi përpara Perëndis si ata fëmijë. Edhe i lutemi Perëndis dhe themi Perëndi, po, jo, po, thuaj po. Edhe shpesh herë mund të jemi lutur dhe të jemi sigur jemi asaj prapa derës. Po zot, unë isha duke lutur dhe jam duke lutur për këtë gjë. Çfarë bën atë kërkesën time? Siç ndodhim ne që mund të shkojmë edhe në përzyra që bëjmë një kërkesë dhe edhe pse thuhet që do këto ditët e punës kohën e vet, ne themi, çfarë bë? Na pëlqen gjithmonë që të fusim me i mikë që të hecin punë përpara. Por me Perëndin miku më i mirë është Jezus. Edhe pali këtë po përpiqet të thotë të krishterëve në Selanik. Kështu që ne vetë mburremi për ju vargëkatën në kishat e Perëndis për durimin tuaj dhe për besimin në të gjitha përndjekjet dhe shtrëngimet që po hiqni. Pra, pali po thot, po e përmend në mënyrë falenderuese, por në fakt është e vërtet që po ndodhin përndjekje, shtrëngime në kuptimin që të vi dikush tjetër dhe të besoj. Për shembull, neve kemi një lloj, si të thuash, barvajtje edhe ne kemi atë organizimin ton këtu te kisha. Edhe të vi dikush tjetër, jo, po e ka mësuar gabim. Nuk po flasim për thjesht për shembull disa kisha kur adhurojnë Zotin, darkën e Zotit e marrin fillim. Bëjnë këngët, edhe e nisin me himnë falënderimi dhe pastaj marrin darkën e Zotit, ofrojnë dhe kontributin, pastaj bëjnë me mësimin. Ne kemi kundër. Por kjo nuk do të thotë që është gabim, sepse as e para as e dyta nuk gjendet në Bibël të thuash që kjo është mirë, kjo është gabim. Me këto rregulla, pastaj kjo është diçka teknike që gjithë secili prej nesh mund të zgjedhë që të marrë. Por ka dhe nga këto që janë akoma më të rëndësishme dhe janë edhe më të rrezikshme. Për shembull, vargu 5. Ky është një tregues, pali është goxha, se thuash, orator dhe i kujdesshëm, duke patur dhe frymëzimin e Perëndis, është dhe i kujdesshëm se si i trajton probleme. Ky është një tregues i gjyqit të drejtë të Perëndis që ju
të çmoni të denjë, që ju të çmoheni të denjë për mbretërinë e Perëndisë, për të cilën edhe po vuan. Tek vargu 4 Pali vuri në dukje për ndjekjet, vuri në dukje shtrëngimet, vargu 5 po vë në dukje vuajtjet, që ata ishin duke kaluar. Edhe po i kujton letrë atyre selanikësve, besimtarëve atje, vëllezërve atje, nuk po i kaloni mëkat. Në të njëjtat mënyra mund të gjendemi edhe ne në situata të ndryshme. Mund të kemi shtrëngime, presione psikologjike, nga më të thjeshta. Edhe sot që ngrihemi dhe themi do shkojmë në kishë, çfarë të bash në kishë, se po unë i ditë që ose po se po shkove më vonë nuk ka ndonjë gjë të keqe. Mund kemi edhe mendime të tilla nga mendja jo. Që vijnë kështu spontanisht. Kur e le derën hapur. Edhe kjo, edhe ti mund ta zgjedhësh që mund të mos vish, se për tonë, se lodhesh, të tillë, nga gjërat më të ndryshme. Edhe fillon ajo distancimi. Edhe ti, ky është lloj, të paktën nuk kështu e kuptoj për momentin. Ky është ai lloj presioni, shtrëngimi psikologjik që bëhet në mendjen tonë. Pastaj vijnë edhe faktorë të jashtëm, një person i familjes, një shok, një mik që thotë edhe neve nuk e ndajmë dot. Pali thotë, shiko, prandaj ju po vuani, sepse do të merrni shpërblimin, sepse ky është një tregues i gjyqit drejt që ju të çmoheni, fjala që ju të çmoheni. Pra nuk shkon kohë, është e ditur. Edhe ata, po të shikosh, prandaj u thash që është studim i thellë. Po të shikosh për ndjekjet dhe historinë e jashtme që mund të gjejmë dokumentet që nuk janë biblike, por që tregojnë historinë e qytetit në atë kohë. Tregojnë që ishin këto lloj sulmesh, zantash. Edhe kur Pali po thotë, shiko, thotë, Pali po i vjen në dukje këto. Por ju po vuani, po përndiqeni, po ju ushtrojnë presione, shtrëngime psikologjike për këtë arsye. Dhe është djalli që vepron, fatkeqësisht, neve duhet ta kuptojmë që neve mund të na duken të padamshme, për shembull edhe mendimet e këqija që vijnë në mendjen tonë. Është djalli që po të sulmon dhe të thënë që si është një nga djalli nuk po shqetësohet ose nuk po e merr më kohën e këtë krishterë të paktën që të thotë, që të provoj që Jezusi nuk ekziston ose Perëndia nuk ekziston. Por tani të ndonë me gjëra të tilla, e di që këto gjëra janë të vërteta për një besimtar, përderisa beson dhe ka vendosur jetën e tij, ja ka kushtuar Zotit. Por tani thot, Zoti këtu po thot nuk ka kohë, rrini zgjuar. Kurse djalli thot ka kohë. Shkëja mos e vrit bene. Nesër. Siç themi neve për ato planet tona imagjinare që do bëjmë këtë anën dhe fillojmë dietën tonë, do fillojmë palestën, ku do të nisë çfarë. Nga gjëra më të ndryshme, edhe që ne vepërtojmë. Por edhe kur e shtyn këtë, po të bëjmë të pyetje, diçka interesante. Imagjinoni këto gjëra që neve kemi thënë, që edhe i themi, hanën do fillojmë X gjë. Për sa kohë kemi që e themi neve? Po thuaj se gjithë jetën tonë, për çfarë sa mbajmë neve më? Po të shikojmë ama, vitet, ikin. Koha vrapon, nuk pret as ty, as mua, as kan. Që të thuash që, çfarë do bësh? Çau, ngriu, lëviz, bëj, vepro, se nuk ka më kohë. Nuk mund të thuash ti që do ta lëm për në vonë. Edhe neve këtë shumë mirë e dim, kur na ikin mundësi të arta për jetën tonë që të mund të kishin bërë diçka ndryshe. Por imagjino mundësia më e artë për çdo njeri është për të qenë me Zotin edhe të thuar që as e ka fat. Sepse vargu 6, sepse është e drejtë përpara Perëndisë të kthehet
shtrëngimi atyre që po ju shtrëngoj. Pali po thot, shiko thot, juve po u sulmojnë, po u përndjekin, po u shfazojnë. Por dijeni, Perëndia do t'i gjykojë, edhe do t'i japi atë dënimin e duhur. Kurse juve që shtrëngoheni, të preheni bashkë me ne kur Zoti Jezu Krisht të zbulohet nga qielli me angjëjt e fuqisë së tij. Imagjinoni ca vetëm për një moment se nuk e di në një situatë shumë të vështirë që juve keni hasur në jetën tuaj ose të kudo kur keni dëshiruar ose kur është dashur që të hyni në ndonjë zyrë apo në një dhënë e kështu me radhë. Edhe ti që kur vete atje duke ditur që ke X-in që të pre, pap një mesazh, një telefon edhe erdha, pa hapet derat e të tjerët që janë vazhdonin për ti jep një lloj krenarie ajo aty në ato moment. Se si ndihesh. Por imagjinoni, nuk e di ç'a mund të ndjesh në ato momente sepse neve kemi edhe njerëz të familjes tonë që nuk do ta kenë këtë lloj privilegji për shkak të zgjedhjes së tyre që të vinë me Zotin. Kurse juve që shtrëngoni, të preheni bashkë me ne kur Zoti Jezu Krisht të zbulohet. Çfarë lloj kënaqësie, çfarë lloj çlirimi do të keni në ato moment. Po nuk e di, do të ndjen këtë lloj krenarie. Çfarë gjyqesh do të ndodhi në flak, zjarri për t'u hakmarr kundër atyre që nuk e njohin Perëndin dhe atyre që nuk i bindën Ungjillit të Zotit ton Jezu Krisht. Ja çfarë do të ndodhi. Flak, zjarri, ky do të jetë gjykimi që ata do të marrin, edhe për shkak të sulmeve që po ndodhin atje, edhe për shkak të përndjekjeve, nëse mbani mend nga letra e parë ata po përpiqeshin që të përgënjështronin që fjala e Perëndis është edhe pali nuk është i vërtetë. Pali është një mashtrues, një përfitues. Gjithashtu këtu letra 2 do tregon që gjërat janë acaruar akoma më shumë, sepse kemi kapitullin e 2 dhe të 3, që ata po mendonin që për shembull tek vargu i parë i kapitullit 2 thotë po ju lutem vëllezër lidhur me ardhin e Zotit ton Jezu Krisht dhe me turbimin ton drejt tij, të mos lëkundeni shpejt nga mandja ose të turbulloheni për firme, as për fjalë, as për letre gjoja të shkruar për ne sikurse kishte ardhur dita e Krishtit. Shikoni se çfarë lloj sulmesh po vazhdon. Jo vetëm që ata e mësuan tani njerëzit atje, edhe po shkruajnë letra. Gjë sikur është shkruar nga pali edhe po i thonë që shiko dita e Zotit erdhi. Por pali thotë këto nuk janë të vërteta. Këto nuk janë të vërteta. Nuk e di nga këto mashtrime që tu janë shumë të pakta në fakt, por jashtë janë më të sofistikuara. Kur të marrin telefon nga kompanitë edhe kërkojnë shiko thot pagesa jote nuk u krye, i jep numrin e kartës edhe të tilla gjëra si që të zhvasin sa më shumë para. Për shembull, para ca ditësh që unë nuk e ndjek këtë stopin, po thjesht më doli kështu në internet. Dikush kishte marrë një email, një mesazh, tani ka përdorin dhe Google Translate-in ta dërgojnë shqip ata bisedën. Përshëndetje, unë jam fushëriri yt i lagët. Edhe unë nuk po gjeja thot me asnjë emër, po më dole ti. Për shembull, koçi ka nga fillimi i Shqipërisë në fund, edhe u gjenta dhe thot jam duke vdekur. Kam një pasuri edhe tani kanë dalë dhe kështu, për shembull të studiojnë edhe çfarë besimi ke, çfarë punë bën. Përshëndetje në Zotin ton Jezu Krisht. Unë jam një ve dhe kam një pasuri të madhe prej 32-35 milion dollarësh. Edhe unë dëshiroj që t'i adhuroj këtë kishës, thot. Të lutem, thot, më tërgo informacionet e tu. E njëjta gjë me këtë po ndodh edhe me letrën e palit. Tani jo vetëm që ata po shkruanin me zëra, por ata po shkruanin edhe letra.
si nga ata që mundohen të kopjojnë firmën, mundohen që të kopjojnë shkrimin në mënyrë që të jetë sa më autentike. Por vargu 9 dhe thot, ata do të ndëshkohen me shkëntrim të përjetshëm larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdësia e forcës së tij. Nuk do ta shikojnë lavdinë e Perëndis. Mund ta shikojnë prej së largu, edhe do dëshironin që të ishin për do të jetë shumë vonë. Kur ai të vijë atë ditë të marrë lavdinë për ndërshenjtarët e vet dhe të admirohet ndër të gjitha ata që besojnë, sepse dëshmia jonë u besua te ju. Për këtë ne gjithmonë po lutemi për ju që Perëndia ynë t'ju quajë të denjë për këtë thirrje dhe të përmbush çdo pëlqim të mirësisë së tij dhe veprën e besimit në fuqi. Që të lëvdohet emri i Zotit ton Jezu Krisht në ju dhe ju në të sipas hirit të Perëndisë son dhe të Zotit Jezu Krisht. Pali te kjo letë, te ky kapitull, i ku i vën në dukje vuajtjet e këtyre Thesalonikasve, por gjithashtu në fund thot shikohet. Kujdes, se këtu vargun 11 thot, lutemi tek Perëndia ynë që ju të konsideroheni të quaj të denjtë. Se mund të jetë diçka e shtirur sipërfaqësore nga ana jonë që ne jeni besimtarë. Por duhet të jetë diçka me zemër, sepse edhe ne e dimë këtë gjë që vetëm Perëndia i gjykon zemrat tona, mendjet tona. Dhe Pali thot kujdes, mos lejoni mendjen tuaj t'ju sulmojë. Mos lejoni se unë ndërhyra çik në kapitullin 2, por mos lejoni që edhe letrat falsa që kur janë nga ne t'ju mendojnë. Kapitulli 2 dhe kapitulli 3 në përmanda dhe pak më përpara. Ata te kapitulli 3 po diskutohet që ata e neni si të mirëqen që Zoti kishte ardhur dhe ata vendosën që mos punojnë edhe shkonin në kishë. Edhe ai Pali thot, ata që nuk punojnë, ata nuk kanë. Shumë e thjeshtë. Edhe për këtë gjë Pali thot neve vendosën vetë shembullin, këtë lloj shembulli, duke punuar dhe duke predikuar fjalën tek ju, edhe duke mos pritur asnjë gjë prej jush, përveç se besimin në Zotin Jezu Krisht. E njëjta gjë është dhe për ne, dhe besoj që Perëndia na fton pikërisht për kësaj gjëje, përballë përndjekjeve, përballë presioneve psikologjike që gjithsecilin prej nesh mund të ndodhet, jo vetëm duke lejuar të tjerët na diktojnë dhe të tregojnë se çfarë duhet të besojmë dhe kur duhet besojmë dhe kur duhet të vijmë në kishë dhe të adhurojmë Perëndin, madje dhe mendja jonë ka ato thunet psikologjike, edhe gjithë ata që quhen këta frymëzuesit, këshilluesit, si ndiku fjala, që të ndihmojnë që të mendosh pozitivisht, mendoj gjëra pozitive, mendoj gjëra të shëndetshme, largoj mendimet negative që të këty. Disa thanë që nuk e di, se të dalin këto në mediat sociale që çdo mëngjes shko përpara pasqyrës, unë jam i mirë, unë jam i fortë, unë jam kështu, përsëritet 10 herë, 20 herë në ditë. Pra, këto lloj për të bën që të mendosh këto, edhe i kërkojnë këto gjëra, ndërkohë që Perëndia i ka thënë këto përpara shekuj më përpara, duke thënë mos lejoni në mendjen tuaj që të bëhen ndikime të tilla. Paqja dhe hiri Perëndis qoftë mbi gjithë secilin prej nesh, dhe Zoti ju bekoftë, Zoti ju dhënë të forcë, Zoti ju ndihmoft dhe mos lejoft djallin të deportojë në mendjen tonë, në shpirtin tonë, sepse mund të jetë shumë e frikshme.